prej mysafirëve sonte, sepse edhe te ceke do të thotë që po vinë në cilësinë si një biznesmene që merrna me biznes, që çdo herë domethënë është 2 fesh ose 3 fesh ose 5 fesh më e vështirë se sa secili profesion që e kemi, nëse veç jemi me një punë të shtetit ose një profesion që do të thotë e bëjmë një punë për shembull në llogaritin nëse është 4 orë ose 5 orë ose 6 orë, edhe në ato përfundon. Kur shkon në shtëpi jemi familjen edhe nuk merresh me punën. Ndërsa përgjithësia jam pikërisht domethënë ajo vazhdon edhe mbasi që të shkoj në shtëpi edhe domethënë natën edhe çdo herë edhe kur jam pushime edhe gjatë gjithë kohës jam përcjell. Sa është paragjykuese e dim do të thotë sepse jetojmë në një vend shumë të vogël, fatkeqësisht edhe gjatë që nuk po më pëlqen fakti që sot ma sa vite na veç duhet me pas këtë temë sonte, thash fatkeqësisht. Paragjykohemi sepse çdo herë e ceka para se me fillu emisioni, rastin që ka qenë shumë, domethënë, koincidencë që dje isha në tavolinë me një mik timin, tu pi kafe, edhe patëm llafin, wow, okay, Valmira ka mbrihet gjitha, po është ai paragjykimi që mbas një femrës të suksesshëm ose mbas një femrës që do të thotë ka meritat kryesore edhe për punën që e bën ose për biznesin, domethënë patjetër që do të më qenë mbas saj një burr, ajo do të më qenë diçka që mund të më qenë ai politikan, ai biznesmen, ai dikush do të thonë me ndikim në media, sepse për ndryshe ajo femër nuk mundet me udhëheq ose me pas gjithë atë autoritet të vetin. Edhe e bëni kështu si temë që tha kalon pyesin njerëz kush është mbrapa Valmirës. I thashë, domethënë nuk e kam pas të lartë, sepse kjo ka rrjedh çdo vetë është e njëjta atje. Kjo ka kalu, ndoshta te edhe përvoja jote e bën që me pranu ndryshe, si koment, pa ke pas probleme në fillim? Patjetër që po, unë e ciki shpesh edhe në emisione kur ka ardhur për shembull vllai një klientit edhe ka desh me bisedu, ka pas diçka me kry një lloj të pagesës, edhe kam qenë unë me 2 motrat sepse themelimin e biznesit e kam bërë me to së bashku. Pa e anashkalu edhe haru asnjëherë bashortin. Edhe mirë po në atë kohë bashorti ka punu një punë tjetër që nuk ka qenë do të thotë komplet aktiv siç është tash në biznesin që i kemë, edhe ai kërkoi me bisedu me pronar. Edhe për me qenë ashtu ma modeste dhe unë edhe motra tha ma mundemi me të kry punë dhe na, sepse për momentin jemi ndrem vetëm na. Jo, tha, nuk folju me gra, do me kry punë, tha, do me thonë do të me kry punë pa tjetër pronari, derisa detyrova, mande motrat e bën realisht, tha që ok, Valmira është pronari, atë çka mundet me të ndihmu, do me thonë kry punë me to. Tha, mande e përfundoj punën që veç për çka kishte ardhur, edhe tu dalte dera e silli kry, tha, a psha tha ka ardhur ku edhe femra tha me pas biznes të vetin, që nuk është shumë vite. Ajo edhe ai person është, domethënë është befasu dhe është çudit sepse ka qenë. Plus që të pas parasysh që e kam sjell në Kosovë një sektor bukur të ndihshëm, edhe që në atë kohë do të thotë nuk ka pas. Kemi qenë të parët. Ajo ka qenë mandej një sfidë në vete për pjesën mos të ceku financiare e gjitha ato. Mirë po me kalimin e kohës unë kam pas rast edhe që fatkeqësisht edhe prej vendit tim kur është detyru vlla me çu domethënë certifikatin e ARBK-s me thonë që është në emër tim sepse s'kam besu kallan kush shndron mbas saj se as biznesi nuk është në emër të saj. Mirë po në ato i kom pa çdo herë i kom marrë me humor ashtu, edhe kanë qenë çdo herë nxitje për mua që a ka bu mastoike kjo? Patjetër që po, m'ja dëshmu që vjen një moment. Unë them çdo herë mos e shikoni biznesin tim ku jam sot, po ktheu 9 vite më herët kur kam filluar vetëm me një sallë, kam filluar me nështë kanë qenë 90 metra katror, ai vend që kom startu punën, kur kom marrë qëran e pagesës, dhe më thonë vazim për shoqës, sepse kam qenë zero bash, kur kam punu 22 orë, kur nuk kam pa që ka qenë dita jashtë, si ka qenë shpesh, kam ardhë, dhe më thonë, kur kemi dalë prej klinikës, ka qenë ora 2-3 mëngjesit, edhe kam thonë burë që ka qenë dita sot jashtë. Kështu që, thamë, le t'i dinë gjitha ato, dhe le t'më shohin sot, po nëse isha qenë prej dikujt e supportume, me siguri që startën e kisha pas, si kur jam tash, dhe s'kisha pas nevoj me
me kalu krejtu barjera dhe sfida. A dirë që është dash me punu 3 fesh ma shumë se burët për me... Fatmirësisht, rjedhe prej një familjes që të 2 prent i kam të shkollum. Ma kujtoj do të që përveç për falem për sportin, unë do më thonë prej atëherë di që mami kur ka qenë në shkollën e mesme se ka përfundu për infermiere, ajo në atë ko ka lujt handball, e di që është nga Drenasi dhe ka qenë në ekipën e Drenasit, edhe mirë po që ka qenë dalimi sepse ka qenë handball